para orës 15 filluan të mblidhen. Antarët e kryesisë LDK-s pas ditën e së hënës u bën bashk në selinë e partisë. Kjo për të zgjedhur kandidatin për kryeministër, si dhe për të diskutuar disa pika të tjera. E pas më shumë se 3 orëve, mbledhja përfundoi. Mediave ju drejtua i pari i partisë, Lumir Abdigjiku, i cili konfirmoi se është kandidat për kryeministër i partisë që udhëheq. Te çështja e kandidatit LDK-s për kryeministër, ndonse e hapa diskutimin, nuk zgjati shumë. Ishte diskutim i shkurtë. Kryesia e LDK-s e konsideron se përderisa ka kryetar partie, nuk ka nevojë të ketë kandidat tjetër për kryeministër, prandaj më nominoj si propozim për këshillin e përgjithshëm që të jem kandidat për kryeministër nga radhët e LDK-s. Abdigjiku tha se është i hapur që listës së LDK-s t'i bashkohen edhe partitë e tjera. LDK-ja do të kujdeset që një pjesë të listës së vet ta hap për partitë e tjera, përfshirë dhe zotin Limaj me deputetët e vet. Për këtë çështje do të zhvillojmë bisedime në ditën e vijim, por le të themi se kemi gatishmëri. Siç kemi gatishmëri edhe për partitë e tjera, Demokracianët, Partinë e Drejtësisë. Mes tjerash, ai foli edhe për koalicionet e mundshme pas zgjedhore. Ne do të ndjekim një rezultat sa më të mirë për LDK, në mënyrë që LDK-ja të jetë udhëheqëse e qeverisë së ardhshme të Republikës Kosovës. Partneritetet duhet shërbejnë në këtë qëllim. Pra kush e përqafon programin ton politik, po para përqafimit të programit politik, na duhet vota qytetarëve të Kosovës. Në demokraci ne respektojmë vendimin e qytetarëve të Kosovës. Abdigjiku theksoi gjithashtu se në mbledhjen e sotme të partisë u diskutua edhe për rezultatet e zgjedhjeve lokale, ku u analizuan pikat e forta dhe të dobta.